Gjithë sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përplot ngjarjesh të vështira të cilat ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po brenda këtyre momenteve që pejgamberi alaihi salatu wasallam ka përjetuar, gjejmë përplot optimizëm nga ana e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj mund të themi me pak fjalë se e gjithë sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mësimi më i mirë që e mëson muslimanin se si duhet jetë optimist në jetën e tij. Për ata dhe jo rastisht Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Me të vërtetë në të dërguarin e Allahut të keni shembullin më të mirë. Andaj nëse lexojmë sirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, gjejmë që në momentet më të vështira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngjallte optimizëm në mesin e sahabëve të tij. Përmendëm rastin kur pejgamberi alayhi salam mas vdekjes së Abu Talibit, axhës së tij dhe Hatixhes gruas së tij, që ishin dy shtyllat e forta në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salam dëshpërohet, mërzitet, pikëllohet dhe niset për në Taif që të thras një fis i cili ishte jashtë Mekës, duke shpresuar që pejgamberi alayhis salam gjan njerëz të cilët i përgjigjen thirrjes së tij dhe gjan një krah të fortë i cili i ndihmon në thirrjen e tij. Dhe pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon te ky fis dhe u prezanton zotrive të tyre thirrjen islamin, ata përveç se refuzojnë thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përzën nga fisi i tyre dhe i nxjerrin fëmijët e tyre që ta gjuajnë pejgamberin alayhis salam me gur dhe gjakoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky është një prej momenteve më të vështira që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për jetën e tij. Dhe në momentin që pejgamberi alayhis salam del nga Taifi, para se të hyjë në Mekë, zbret Xhibrili alayhis salam dhe bashkë me të zbret meleku i kodrave. Dhe Xhibrili i thot pejgamberit alayhis salam se me mua është meleku i kodrave dhe nëse dëshiron ti, atëherë vetëm një sinjal i yti dhe ky mundet t'i bashkoj të dy kodra dhe ta shkatërroj popullin të cilin ishte në Mekë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithëse ishte i dërmuar, i përsekutuar, i gjakosur, i lodhur, i mërzitur te i masës, pejgamberi në këto momente më të vështira shpreh dhe ngjall optimizëm dhe i thot jo, nga se ka mundësi ose shpresoj që gjenerata pas këtyre apo në lozën e këtyre njerëzve do dalin njerëz të cilët e adhurojnë Allahun dhe nuk i bën shok atij.